Data 17 mars 2026 të mbylli si parin e fazës së parë të Festivalit Kombëtar të Shkencës në rang zëvaje, e konceptuar kjo si një garë përmes projekteve shkencore mes gjimnazeve. Drejtori i zyrës arsimore Mat, Lefter Sallaj, falenderoi nxënësit e projekteve dhe mësuesit koordinator për përfaqësimin në këtë festival dhe uroi atyre suksese edhe në fazat të tjera pasardhëse. Juria e Festivalit Kombëtar të Shkencës përbëhej nga përfaqësuesja e Ascamp Elfrida Begaj, përfaqësuesja e Dramp Durrës Metusha Hoxha dhe përfaqësuesi i Zëvamat Fatmir Neli. Në vëzhgimin e kësaj jurie, ekipet e nxënësve të arsimit të mesëm të lartë të 6 shkollave përfaqësuese në Mat, Pjetër Budi, 28 nëntori, Abdurrahman Permeti, Ahmet Gjitani, Gjergj Kastrioti dhe 26 Koriku, të udhëhequr nga mësuesit e tyre koordinator, prezantuan një nga një projekte që i përkisnin fushave të ndryshme shkencore. Ranë në sy risia dhe inovacioni që ata kishin sjell përmes produkteve të tyre, zbatueshmëria e gjerë në praktik, hipotezat që gjenin zgjidhje përmes eksperimenteve dhe prototipeve, prezantimi shkencor dhe argumentimi, puna në ekip dhe përdorimi kreativ i teknologjisë, i faqeve web apo sensorëve dhe inteligjencës artificiale. Në përfundim të Festivalit Kombëtar të Shkencës për shkollat të mesme, juria shpalli projektet fituese. Në vendin e parë, u rendit Gjimnazi Pjetër Budi Burel, me mësuese koordinatore Leonora Sina dhe vetëm me pak pik diferencë në vendin e dytë, u rendit Gjimnazi 28 nëntori Burel, me mësues koordinator Blerina Likmeta dhe Sonila Gjinaj. Duke bërë kështu Matin të përfaqësohet me 2 projekte në fazën e dytë, që do të zhvillohet më 31 mars në Durrës, me gjithë shkollave të tjera përfaqësuese në rang drapi.